Në mbledhjen e sotme të Kryesisë Lëvizjes Socialiste për Integrim u diskutua mbi organizimin, modalitetet, kriteret e zhvillimit të fushatës së zgjedhjeve për kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, si edhe për të gjitha modalitetet e përgatitjes së konventës zgjedhore të LSI-s, konventës kombëtare zgjedhore. Më lejoni t'ju bëj të ditur që në këtë mbledhje u vendos që zgjedhjet për kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim të mbahen në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë ditën e diel më 6 nëntor 2016. Mbledhja gjithashtu rikonfirmoi edhe një herë vendimin që këto zgjedhje do të zhvillohen me pjesëmarrjen e të gjithë anëtarëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim në të gjithë vendin, duke respektuar me rigorozitet atë që tashmë është një vlerë e konsoliduar në Lëvizjen Socialiste për Integrim, që ka të bëjë me respektimin e parimit një anëtar një vot. Kryesia vendosi që deri më datën 30 shtator 2016 të jetë afati i regjistrimit të kandidaturave për kryetar të LSI-s, mbi bazën e respektimit të parimeve dhe të kritereve që janë vendosur për këtë gjë dhe që miratoi kryesia. Në këtë mbledhje të kryesisë, kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta konfirmoi kandidaturën për kryetar të LSI-s. Ndërkaq, edhe antari i kryesisë, njëkohësisht kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim të Tiranës, profesor Shezai Rrogaj, shpalli kandidaturën për kryetar i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Duke e konsideruar këtë fazë të zhvillimit politik, strukturor dhe organizativ të LSI-s një moment shumë të rëndësishëm për konfirmimin e vlerave që ka krijuar Lëvizja Socialiste për Integrim, por më shumë se për kaq, për ridimensionimin e rolit të saj në përballimin e sfidave politike të së ardhmes, nga selia qendrore e Lëvizjes Socialiste për Integrim ftoi të gjithë anëtarët, simpatizantët, mbështetësit, votuesit e Lëvizjes Socialiste për Integrim të bëhen pjesë e diskutimit, pjesë e debatit, pjesë e fushatës së zgjedhjeve, duke ofruar kontributet, alternativat, propozimet, mendimet dhe vlerësimet e tyre për gjithçka ka të bëjë me mënyrën e funksionimit dhe të organizimit të LSI-s prej konventës së zhvilluar 4 vjet më parë dhe deri sot, dhe të gjendë gjithashtu pjesë e debatit dhe diskutimit për të parë me sy realist dhe kritik platformat, alternativat që do të ofrojnë kandidatët në garën për kryetar. Deri më 30 shtator është e hapur fushata e regjistrimit dhe ftoi cilin do tjetër që dëshiron të bëhet pjesë e garës për kryetar të paraqitet pranë strukturave organizative të LSI-s për të bërë regjistrimin si kandidat për kryetar i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ky ishte komunikimi që doja të bëj me ju sot. Nëse ka ndonjë pyetje apo ndonjë merak për ndonjë detaj më interesant, jeni të lutur ta bëni. Mirë, faleminderit atëre për gjithë vëmendjen tuaj, dhe nga ky çast në ditët në vazhdim do të jemi në kontakt dhe ne do t'ju informojmë her pas here për gjithçka ka të bëjë me zhvillimin e fushatës së zgjedhjeve dhe në mënyrë të veçantë për garën për kryetar të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Faleminderit dhe mirupafshim.